Gjykata kushtetuese përshqyrton ankesën e listës serbe lidhur me zgjedhjen e Nenad Rashiq si nënkryetar nga komuniteti serb. Presidenti Vjosa Osmani tha se ky veprim nuk ishte i domosdoshëm. Sipas saj, vonesa që po shkaktohej nga kontestimi po dëmton interesat e Kosovës dhe të gjithë qytetarëve, duke përfshirë edhe serbët. Totalisht të panevojshme, sepse ju e dini që ka pasur vonesa të jashtëzakonshme. Po vetëm nëse mundesh pak me. Faleminderit. Ka pas vonesa të jashtëzakonshme në krijimin e institucioneve. Dhe besoj që kjo është edhe një tentim tjetër për vonesa, të cilat, siç e dini, e kanë dëmtuar interesin e Kosovës. Janë bërë shumë muaj pa qeveri e cila do të kishte mandat të plot kushtetues, sepse siç e dini, me ligjin për qeveri, kompetencat e qeverisë në detyrë janë të limituara. Kështu që është në interes të Kosovës që sa më parë, tash pasi që kuvendi është konstituar, në përputhje me aktgjykimin e fundit të gjykatës kushtetuese, që të kemi një qeveri me mandat të plot. Krijimi i qeverisë pastaj varet tërësisht nga koalicionet mes partive politike dhe aty si presidente unë nuk mund të ndërhyj. Besoj mund t'i pyesni partitë deri ku kanë arritur me këtë çështje, mirë po është në interes të gjithë qytetarëve tonë pa dallim etnie që të kemi institucione me mandat të plot kushtetues, kështu që vonesa e listës serbe është si në debat. Kështu që vonesa e krijuar që po tentohet të krijohet nga lista serbe i dëmton interesat jo vetëm të Kosovës si shtet, por edhe të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës, përfshi edhe të serbëve që jetojnë në Kosovë. Lista serbe ka paraqitur ankesën e saj duke konsideruar konstituimin e kuvendit antikushtetues dhe duke kundërshtuar zgjedhjet e Rashiq. Sipas tyre, procedura e ndjekur nuk respekton të drejtat e komunitetit serb dhe kërkon ndërhyrje të gjykatës kushtetuese për të rivlerësuar vendimin. Debati politik mbi përfaqësimin e pakicës serbe ka vijuar në skenën publike, ndërsa partitë politike dhe organizatat për të drejtat e komuniteteve shprehin shqetësim për ndikimin e mundshëm të këtij kontestimi mbi stabilitetin institucional dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Ndërsa vendimi i gjykatës kushtetuese pritet të shpallet në ditët në vijim, duke vendosur përfundimisht mbi ligjshmërinë e zgjedhjes së nënkryetarit të kuvendit.